Ish banori i Big Brother VIP 4, Gjibani, është mjaft aktiv në profilet e tij në rrjetet sociale, ku her pas here komenton rreth ngjarjeve që ndodhin brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Gjithashtu këngëtari reagon edhe në lidhje me komentet që bëhen për të. Kështu ka bërë edhe ditën e sotme, ku u është përgjigjur miqve dhe simpatizantëve të tij në lidhje me deklaratën që ai bëri në prajmin e kaluar të Big Brother VIP 4. Gjibani u shpreh se Gjesti meriton të fitojë këtë edicion të 4 të reality show-ut. Për ta dhe për gjithë dashakeqësi që e quajnë veten fansat të Gjestit e nuk e kuptuan asnjëherë respektin që i kam dhënë, po e sqaroj një herë mirë. Unë me Gjestin kam pasur aleancë disa herë. Nuk i jam sjell kur si kalama, as si mysafir. Gjithmonë jam mërzit nga sjellja e tij kur kam pas kundër meja apo parimeve të mia, si një mashkull i rritur dhe i përgjithshëm. Kemi patur konflikte pa mas. Ama edhe një miqësi herë edhe vllazni, shkruan Gjibani. Ky i fundit kujton kohën kur ai së bashku me Gjestin, Klajdin dhe Rozanën ishin të shpellat. Sipas tij, Gjesti ishte duke ia mbajtur lojën kur do i binte këngëtares. Por shton se mënyra se si ai ngacmoi, edhe vetë atë nuk i ka pëlqyer. Por jo vetëm kaq, pasi Gjibani kujton edhe momentin kur i ra në fytyrë, e si pasojë doli me zarf të zi nga shtëpia e Big Brother VIP 4. Ai u përgjigjet të gjithë atyre që i kanë thënë sepse nuk e ka gjuajtur më shumë, duke treguar arsyeën e vërtetë sepse ndodhi ai debat mes tij dhe Gjestit. Sa herë më tha me qindra njerëz, pse nuk i re më fort, u them që nuk kisha arsye ta gjuaja. E shtyva në kundërpërgjigje dhe kurrë nuk do i kisha qelluar se nuk më gjuajti aq sa më e gjuajtur. Edhe disa prej tyre më përgjigjen pa ju ardhur turp, po ne jena vetë kosovar dhe po të themi pse nuk i re më fort. Dhe ju them, Gjestin kurrë nuk e kam pas si kosovar. E kam pa gjithmonë si shqiptar. Edhe si një njeri që ka bërë nëna ashtu si mua. Nuk më intereson zero me më besuar, veç një detaj të vogël përveç organit tim që ja dash kur flinte në living ditën që jam zënë me një banore, pastaj kam qar me lot se e bëra me qar. Sheri ka nisë se i doli zotin dritit i cili quajti Gjestin qafir, pra e kundërta e fjalës besimtar dhe unë e qortova për këtë fjalë, e ai vazhdonte me justifikime budallaj. Nga ai sher më shkoi dita krejt, keq që shpërtheva mbas sfidës të Storm Arena. Për ta mbyll, ju që bëni si specialist, nuk i dini të gjitha. Unë kam qenë vetë aty dhe i kam përjetuar. Di gjithmonë më shumë se ju se çfarë syesh kam pasur për sjelljen time. Ju keni vetëm një sfidë, të më dëgjoni ose të më lexoni, shkruan ish banori në postimin e tij të gjatë në Insta Story. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!